Intervista i përgatitur ndërkohë për një reper të famshëm siç është Noisy, quhet thjesht Noisy Rap Test. Aman le kjo kape jeni kur kërcen me xhinglla që lëshojmë ne, aman le kjo se kape, kjo kërcen kjo vajzë des kërcej. Noisy, çfarë ka të veçantë që i mungon kolegëve tuaj një reper i famshëm si ju? Përveç kryqit të varur aty që më pëlqen ai shumë, çfarë ka të veçantë tjetër? Janë shumë gjëra, nuk është. Je vetëm një gjë më thonë. Nuk më ta përmbledh vetëm një fjalë. Unë e di se çfarë. Vetulla e prerë. Okej. A? Si sa bukur është vetulla e prerë, atje është një perë. Mund ta lejmë aty. Është një perë. Ajo është vetë fati i Noisyt, vetë më kështu. Kujdes. Noisy, si të rreq femrat një reper i famshëm si ju? Me një fjalë. Ose me dy, më fal. Me dy? Me dy fjalë. Më kur them me dy, do të thënë me pak fjalë. Si të rreq femrat një reper i famshëm si ju? S'kam provu kurrë të rreq femrat me dy fjalë. Mos e fut kot tani. Janë ato që të rreqin. Jo, edhe unë tentoj të rreq, po. Puna është se nuk është vetëm femra pikselimi i një. Jo, po mirë, tani ishte pyetje për femrat, u thash janë vetëm femra. Sri. Nuk i vësh. Se ke menduar ndonjëherë? Unë e di se çfarë. Vetulla e prerë. Ai tradhton shpesh partnerët një reper i famshëm si ju, Noisy. Varet, nuk janë gjithë si Noisy, por ja të më vjen shumë kur flasin vetë tretë janë papa reperët, reperët janë një nuk janë gjithë njësoj, nuk mund të fuzësh gjithë. Jo, po unë flas për Noisy tani këtë rast. Nuk mund të fuzësh gjithë me thes, po nuk i dihet, varet se si është situata. Dakor. A beson të dashuria me dë të madhe një reper i famshëm si ju, Noisy? Normalisht që po. Po. A beson se Tupac është ende gjallë një reper i famshëm si ju? Muzika dhe shpirti i tij po, ndërsa trupi i tij jo. Jo. A mendon se në 2012 do të vi fundi botës? Nuk e di, me kam pa filmi, nuk më ka pëlqyer filmi, për shkak se mbaron botën atë farë mënyre. Pra jo, po. Jo. A mund të kërcej një tango në Dancing with the Star një reper i famshëm si ju, Noisy? Gjithçka mundet më bë. A bukur të ishte, bukur. A ndëron makinat luksoze 2 herë në vit një reper i famshëm si ju, Noisy? Mund të ndrojë edhe më në muaj, nuk është shumë. Dhe brenda muajit, sigurisht. A duhet i kushtoj vëmendje politikës shqiptare një reper i famshëm si ju, Noisy? Jo, sepse jo vetëm shqiptare, por në momentin kur më merr me muzikë është do të mbetet kjo muzika, unë kam fansat e mi vetëm për atë lloj fushë. Në momentin kur fillon të përzihesh shumë me fushatën, unë kam për shembull partinë time që e përkra, edhe mbetet aq që e përkra për shembull, them që jam me atë. Po jo publikisht. Edhe publikisht deri me farmase. Cila është partia që u përkrani publikisht? Familja ime ka qenë historikisht demokrat. Pra PD-ja? Po. Dakor. A duhet të përzgjedh mes reperave pafund që kanë dalë në këto kohë një reper i famshëm si ju, Noisy? A duhet të përzgjedh mes reperave apo të gjithë reperat vlejnë? Ka përshtypjen se jo? Jo, s'mundesh se janë gjithë njerëz, nuk janë gjithë reperët. Nuk janë të gjithë